Prefekti i qarkut Dibër Nexhbedin Shehu ka lajmëruar se brenda pak ditësh do nisin punimet për ndërtimin e urës së re të Karicës, e cila është pjesë e rrugës nacionale Burrel-Skuraj. Shehu tha në një intervistë të dhënë për TV Bulqiza se nga kontaktet që ka patur me përfaqësues të autoritetit rrugor shqiptar, është thënë se ndërtimi i kësaj vepre do të nisë shumë shpejt brenda këtij viti. Megjithatë, prefekti Nexhbedin Shehu tha se mbetet për të parë, pasi është ARSH ajo që bën gjithë procedurën e nevojshme për ndërtimin e kësaj vepre, e cila është në rrezik shembje. Në dijenin time, gjithsesi kjo është punë e ARSH-s, është bërë tendri edhe ura do filloj shumë shpejt të rikonstruktohet, meqenëse është urë e dëmtuar. Ky është informacioni që ka ardhur nga ARSH-ja. Po të jap këtë informacion para 2 javësh, ARSH-ja më thot që është bërë tendri dhe shumë shpejt fillon ura e Karicës për të rikonstruktuar. Ndërkohë, ndërtimi i urës së re të Karicës është shtyr vazhdimisht dhe ajo vijon të jetë e pasigurt sipas tabelave të vendosura për kalimin e mjeteve, kryesisht atyre të tonazhit të rënd.